Keni fryrje barku, kjo kurrë natyrale është zgjidhja që shumë njerëz nuk e njohin. Shumë persona vuajnë nga fryrja e barkut, ndjesi rëndese dhe gazra, edhe kur nuk hanë shumë. Sipas specialistëve të mjekësisë natyrore, farat e koprës janë një nga zgjidhjet më të vjetra dhe më efektive për qetësimin e barkut. Kjo kurrë ndihmon sepse qetëson zorët, ul gazrat, përmirëson tretjen, lehtëson ndjesinë e rëndesës pas ushqimit. Farët shtypen lehtë, hidhen në ujë të ngrohtë dhe lihen 5 deri në 10 minuta. Si përdoret? Një gotë pas ushqimit kryesor ose në mbrëmje për 7 ditë rresht. Kujdes, nuk rekomandohet për gratë shtatzëna ose persona me alergji ndaj koprës. Një kurrë e thjeshtë në shtëpi që mund të ndihmojë barkun të ndihet më i lehtë dhe më i qetë.